Të nderuar teleshikues, sot kam të ftuar në studio zonjën Shkëndije Ibishi ose Shala. Është autorja më e re në komunitetin shqiptaro-kanadez dhe do të thosha që ka sjell një risi, sepse me sa di unë, për herë të parë ka botuar një seri me libërtha, domethënë libra të vegjël, në thelb secili libër ka nga një tregim, por të ilustruara mjaft bukur. Ja për shembull është njëri prej tyre këtu, ose tjetri. Pa humbur kohë, ti uroj mirëseardhje. Mirëseardhje zonja Shkëndije. Faleminderit shumë Elerë, shkënaqësi jam këtu. Faleminderit, keni bërë gjithë këto kilometra, keni ardhur nga zona e Hamiltonit. Ku jetoni ju tamam? Hamilton, West Mountain. Prej sa vitesh jeni në Kanada? Jem në Kanada që nga mosha 9 vjeçare. 9 vjeçare. 9 vjeçare, po. Besoj keni ardhur në kohën e luftës dhe prej luftës. Po. Kemi ardhur me familje. Jemi nga gjyshëret. Në gjyshëret e mi nuk të ishte të largohen nga vendi. Ata qëndruan mbrapa. Kështu që mami, babi dhe ne 4 fëmijët u largum, shkum të është pak emocionale. Po sigurisht, mirë kuptoj. Ju jeni nga fushë Kosova. Nga fushë Kosova, po. Pastaj ne vendosëm në Prishtinë, se ato kishte më pak rreziqe. Mëse ne qëndruam ato për një periudhë, disa ditë kemi qëndruar në podrom, ku ka pas shumë njerëz. Në podrumin e një shtëpie të madhe, me sa duket? Po. Shtëpia e kujt ishte ajo? Shtëpia e kujshive të Halla. Kishte shumë njerëz ato, domethënë gratë të fëmijët që ndryshmin në podrom, edhe marrin shumë mirë njerëz kur ata pas nevojë për të dalër jashtë në tualet. Dhe kur jam kthy, thuaj se vetëm shkelsha në mbi njerëz në dur, po. Kurse burrat qëndronin jashtë, duke kujdesur për ne. Në qartë. Ke kujtime të forta, ke qenë 9 vjeçë, besoj mban mend detaje. Mbaj mend shumë mirë çdo gjë. Pastaj si përfunduat në Kanada? Prej Hallës ato, kur bombardoi NATO, ne u larguam nga Prishtina, hypëm tren dhe shkuam për në plac, se shumë shqiptarë që kanë larguar. Ato s'kemi nejt shumë, një natë për 2, edhe babaj në ka jap zërë, mu largu, se kanë gjenje shumë keq. Shumë e vështirë. Ti kujtojmë pak teleshikuesit, Blaca është në kufirin mes Kosovës edhe Maqedonisë. Po. Pastaj përfunduat në kampin Stankovec, më duket? Po. Atje është shumë bukur. Është gjelbrem. Shumë. Domethënë, unë si 9 vjeçare s'kisha pa në vend ashtë bukur asnjëherë. Se në Kosovë nuk ka shumë gjelbrem. Or paktën që shëmarja në men. Qartë. Shiko, ky është një përjetim shumë i veçantë. Domethënë për herë të parë dëgjoj nga një ish refugjate që ta përshkruaj kampin e Stankovecit si një vend shumë të bukur. E marrin mend që ka pas shumë bari, kanë shumë gjelbërt. Kanë ushtria ato që na kanë pritën, që më sigurën kanë fortet, na kanë pritur shumë mirë. Edhe gjithmonë me buzëqeshje, kurse ushtarët që ishin ato në Maqedonisë, ata domethënë shumë qëndrimtar kanë pas. Po ama si fëmijë ti e ke gëzuar atë lirinë aty, atë hapësirën e madhe, besoj, ka qenë shesh lojrash për ty. Ka qenë lojrash, po, se domethënë pse kemi nejtë në tent. Në çadër. Ka qenë një pjesë interesante. Sigurisht. Dhe pastaj besoj në korrik të 99-s ju u shpërngulët drejt Kanadas. Në cilin kamp u vendoset në fillim? Në Trenton. Në Trenton, të Ontarios. Edhe dishtet edhe një gjë ta përmendi, e mbaj mend shumë mirë kur ishim aty në kamp, prindrit gjithmonë udhëzojshin të shkojnë te autobusat, se vishin autobusat non-stop. Edhe do të thënë të shkojnë të këshillën mos ka dikush i familjes. Edhe mbaj mend si fëmijë shumë mirë të nga për çdo ditë në bëkët një javë ka ardhur. Edhe shkojshmi për qellshmi apo vinë pikërisht të prekshmi gjyshin edhe papgjyshin. Ata i shpëtuan luftës? Gjyshi dhe gjyshe? I shpëtuan, po.
Por gjyshja mas luftën nuk ka qenë vetvetja. Ka përjetuar shumë rënd. E qartë. Tani le t'hidhemi pak te kapitulli i Kanadas. I takon që i rritur këtu, i pjekur, më mirë të them, në Kanada. Çfarë shkollimi ndoqe në Kanada? Në Kanada kam përfundu Business Administration in the medical field. Kom punuar atë një kohë, pasaj kur ra Covidi, e ndrova pak drejtimin edhe u vendosa për në financa. Po paralelisht ke ndërtuar, ke ngritur edhe familjen tënde apo jo? Po, patjetër. Edhe keni sa fëmijë? 3 fëmijë, 2 vajza edhe 1 djalë. I paçi me jetë. Faleminderit. Besoj se ata janë edhe frymëzimi për këto libra të vegjël, për këto libër tha, që duket edhe nga përmbajtja dhe nga paraqitja që i kushtohen fëmijëve. Më fol pak për historikun e secilit për këtyre librave. Si ka lind ideja, po? Të më thënë, Dera Qudis, cila është kjo këtu, Dera Qudis ka lindën për idejës djali kur ka lind, ai ka qenë frymëzimi i parë për këtë shkrim, edhe ka qenë, të më thënë, të përcjell zhvillimin e tij shumë afër, edhe është i thjeshtë është, por ka mjaft tema që mundem për me diskutu me fëmijë. Për çfarë është dalluar, ka qenë vëzhguesi i imët, domethënë fëmijë i vëmendshëm, djali? Po, i vëmendshëm. Dhe sa vjeç është sot? Sot është 2 vjet e gjys. Që ka akoma i vogël. Domethënë në fund të librit ka mundësi për të mësuar, domethënë mësimi social, mësimi auditus, vizual e ndryshme. Këto janë tema gati mjekësore të mësuarit social, diskuto imunitet, çfarë dini për imunitetin, po. Shumë trajtim origjinal, nuk kam parë ndonjëherë kështu. Po ky flaka ndriçon? Po. Flaka ndriçon për Adheon ka rrjedhur rreth idesë që, të më thënë, si shqiptar, gjithë vujtjet që kemi pas për shumë vite, edhe vërtet kam pas dëshirë t'ja përcjellë këtë fëmijëve tonë. Edhe pse me fjalë ju kam thënë shumë herë, ja kam sqarue, po besoj që në mënyrë kaq thjeshtë për me shkruar për një fëmijë, edhe kaq të bukur besoj se nuk është, domethënë këtë faqen këtë që hap te. Kjo me këta artistët shqiptar, po. Të bëhem legjendar, ashtu si luftëtari ynë e njohur Adem Jashari. Shumë nga dheu ynë kanë pushu, që sot në demokracinë mundim me shiu. Po. Të më thënë, është një mënyra se e shkruarit, të më thënë, fokusona në atë pozitiven. Edhe pse ka pas vështirësi shumë, ka pas shumë tregime, po prapë kur të shpjegohet të fëmija do të një mënyrë më të butë. Është njësoj si të kesh një album fotografik edhe të kalosh me fëmijën foto mas foto duke i dhënë nga një shpjegim apo jo. Edhe kjo po ashtu ka pyetje në fund të librit. Të cilat më është më fokusu më shumë. Diskuton klasa apo në shtëpi për shumë për ndonjë tregim kur ti ke treguar aktivizëm në qytetin ku jeton. Aftësitë e mendimit kritik. Biografit Shoda Galica, Mira Murati, Adem Jashari, Shkurte Feza. I e përpjekur të përfshish sa më shumë figura, jo vetëm nga Kosova, por edhe nga Shqipëria, jo vetëm të sportit dhe të artit, por edhe të shkencës politikës, me sa shikoj këtu. Po, edhe të muzikës, po ashtu. Edhe të muzikës, po. Se, për shembull, Shkurte Feza dhe Shtëriti Beluli, gjatë periudhës luftës që kanë kënu, të çdo herë ju kanë rrezik. Do të thënë kanë rrezikuar jetën për me kënu këngë shqip. Besoj që është shumë e vlefshme. Po, sidomos në turnet që kanë organizuar nëpër Europë përpara se të fillonte lufta frontale, apo jo, në vitet 97, 98. Edhe muzika aty në shumë currency. Frymëzuese, po, shumë frymëzuese. Para disa kohësh është themeluar në Kanada një shoqatë e re, Artiste Foundation. Ne si pas ju shqiptari i kemi kushtuar një hapësirë të veçantë përpara disa muajsh, kur u bë edhe përurimi i kësaj shoqate në ambientet e konsullatës Kosovës në Toronto. Ishit aty juve? Po, isha aty, edhe jo ishit aty, faleminderit shumë që keni qenë prezent.
Po, me shumë kënaqësi. Si u përfshive Shkëndije në këtë shoqat? Nga të erdhi ftesa? Në faktikisht ne kom pa vetëm se postem në Facebook. Dikush më ka bërë tag, dikush kam shku në shkollë mesme me të. Edhe më ka ardhur shumë mirë nga ajo se domethënë ka pa diçka në mua, ka pa mundësi, aftësinë e mia. Pra gjë vlerësoj shumë dhe kom falenderuar shumë herë. Dhe pastaj kam shkuar Art të Regjepit, e cila është Themelusja dhe Themelusja. presidentja. Po. Edhe nga ato kemi nejt kontakt të afërt edhe pastaj është zhvilluar. Në qartë. E çfarë roli keni marrë përsipër ju aty? Çfarë detyre keni marrë përsipër? Në fakt, ne vendosëm ato, domethënë, çdo njëra nga atare, edhe pse kemi rolat e tona, çdo herë ndihmojnë njëri tjetrin, si na shumë afër. Por roli kryesor është Finance Director. Finance Director. E si po shkojnë financat deri tani? Keni pas njerëz të gatshëm t'ju ndihmojnë, të sponsorizojnë shoqatën? Faktikisht po, kemi pas në disa dhe ju falenderoj zemërsisht. Jemi vazhdim, domethënë, jemi në fillim, ditët e fillimit të fondacionit, kështu që jemi të zhvillu nga dal. Tani kthehemi te tema jonë kryesore, te këto libra me ilustrime për fëmijë. Si është pritur nga komuniteti aty ku jetoni ju në Hamilton? Më së shumti i kam shfaq në ndërkomitetet shqiptar. Po. Edhe pse tashtë në 2026 kam për qëllim të ekspozoj veten edhe në vende tjera. Domethënë ku flitet anglisht, domethënë ndër të huaj, ndër kanadest. Po vërtet shumë mirë. Shumë mirë më kanë pritur me duar të hapur. Shoqata e Hamiltonit ka organizuar dhe një promovim, më duket. Po. Kur ka ndodhur kjo? Ka qenë fillim shtatorit. Fillim shtatorit të 2025-s, po. Unë mora një ftesë atëherë për jush, po më duket se nuk kam qenë në Toronto në atë kohë, kështu që ndjesha borxhlit ndaj jush edhe prandaj dhe e organizuam këtë bisedë që t'i njohim televizionistët pak me biografinë tuaj si ish refugjate në Kanada, por më tepër si autore. Pak më parë më thatë, përpara se të fillonim intervistën, që keni dhe një projekt tjetër në mendje. Po, faktikisht kam shumë projekte në mendje. Shumë projekte, okej. Edhe libra se përket, po një projekt që jam ka mundohem të përcjell deri në fund, shpresoj. Është, domethënë, një projekt për Shota Galicën, heroin kombëtare. Po. E cila besoj që ja vlen të shfaqem një program për të. Qëllimi jam është të jetë një animacion, film, domethënë feature film. Feature film i animuar më duket të, sigur i animuar. Është projekt shumë i madh, e kuptoj këtë gjë shumë mirë, po besoj që me hapa shumë të vogël do të arrijë qëllimin, domethënë njëjtë si me libra. Nuk është se nështë duket të thjesht, por ka shumë punë. Domethënë me muaj, merr kohë. Filmi është një projekt që kërkon jo vetëm shumë kohë, por kërkon fonde, kërkon edhe shumë bashkëpunëtor. Nga bashkëpunëtorët, nga do ta filloje? I pari që duhet zgjidhjet duhet ishte animatori apo jo? E ke piketuar një person të tillë, ke në mendje se kush mund ta bëjë këtë punë? Jam edhe në kontakt me një studio në animacioni në Prishtinë. Po. Flamorëm. Sidoqoftë, ata kanë një ekip të vogël, kështu që ndoshta, por do të jetë ide e mirë që të shikoj edhe jashtë vendit për bashkëpunim. Qartë. Po këtu në Kanada, e di që është një zotëri me emrin Marku që ka bërë filmin Plisi? E kam dëgjuar emrin e tij në... Po. Mase mirë është marrësh kontakt edhe me ta. Po. Faleminderit. Shikoj që ke bashkëpunuar me disa ilustrues, apo jo? Po. Për shembull, Flaka Ndriçon ka për ilustrator Bardhull Eminoskin, okay? Kurse Tepihu Magjik ose Qilimi Magjik është punuar kopertina nga Fatlinda Shala. Po. Më fol pak për këta bashkëpunëtor. Për çdo projekt kam bërë diçka pak ndryshe. Shpresoj që një ditë të kem një ilustrator që mundem
do të thënë, I përkushtuar. po, i përkushtuar jo vetëm për libra, për mu specifik, po edhe unë të vazhdoj me një ilustrator. Së të qoftë, Fatlinda është nga Kosova. Fatlinda ka përpunuar, do të thënë, kopertinën e këtij libri, kurse Bardhol Eminoski, cilën falenderoj, ai ka bë këto pa, do të thënë, pa pagesë. Pas një shpërblim. Po, e ka pas dëshirë, do të thënë, të më ndihmoj. Edhe këtu faktikisht është pak për të. Bardhyli apo White Star është një artist shqiptar nga qyteti i Kërçovës, së Maqedonisë së Veriut. Në prill të 2019-s, ai u largua nga vendindja për një jetë më të mirë. Inspirimi më i madh janë rënjet e kulturës shqiptare. White Star përzejnë rënje tradicionale me teknika moderne për të krijuar tregime figurative të fuqishme. Arti i White Star reflekton krenari, identitet dhe pasion. Ndiqeni artin e White Star në Instagram. Kurse libri i radhës që kam në VM është e kam gjetur një ilustrator nga Shqipëria. Nga Shqipëria. Po. Shumë mirë. Po ky dera e çudisë është bërë me aplikacion? Po, kjo është bërë me Canva. Të përgëzoj dhe të uroj sukseset më tejshme edhe të falenderoj për kohën. Shumë faleminderit. Rafsh. Faleminderit shumë.